sa njerëz lindin me fat. Mendoj se u takoj atyre njerëzve. Jem një familje që rrjedhën nga Rrugova, e që Rrugova i ka 13 fshatra, janë 2 shtëpeqe i madhe i vogël, unë jam i shtëpeqit vogël. Pas Idris Ademit vjen baba Rami Drizi, si intelektual i asaj kohe, të cili në një mënyrë ma ka imponuar dhe fotografinë. Duhet të bëhen fotografit për secilin banor VCD-s, edhe atëherë më detyroi punët e blej një aparat edhe t'i fotografoj, jo si kisha për detyrë, po t'ju ndihmoj popullit Rrugovë se nuk ishte kollaj të shkojnë të gjithë prej Rrugove të Mpej t'i bëjnë fotografit për lejet njoftimit. Diku viteve 62, 3, 4 janë mërgjimtarë tanë të partë që kanë shkuar për Gjermani. Dhe një Baci Selimi, i thëshim, në shaj kujtimin ma vjen prej Gjermanie një fotoaparat për mua si nxënës si shkollës fillore, ishtë knasi, me pas fotoaparat në atë kohë. Gjithmonë baba i ka qenë i përkrahur nga nëna kur në pyete rritja dhe arsimimi i fëmijëve. Kanë qenë 8 fëmijë në një kohë, sot 7 djemë, një vajzë, ndërkohë. Tash kemë mbetur 5 djemë, 5 vëllezër. Kam kryer 4 klasë të shkollës fillore në Drele, katuni Drele në Rrugovë. Përveç që jemi vëllezër, ne kemi pasur një udhtim përbashkë, ne kemi filluar shkollën fillore së bashku, pavarësisht se unë jam 2 vite më i ri se ai. Kur ardhi koha e dimrit, diku 9-10 ka ra aq shumë borë, sa që ka qenë e pamundur unë vetë në kam bëshku. Kështë që është një sekvencë e cila është interesante, ai Ganiu, si maj madh, maj fort, maj fuqishëm, ka mbajt në krah dhe më ka qunë në shkollë. Në 16 vjetë si punëtor i komunës. Pastaj baba vendose të vijë dhe të vazhdo punën në Pej, në postë në Pej, dhe prej 5 deri në 8 i kam kryer në Pej. Ardha e këtyre 2 vëllezërve në dallim të moshës ishin të dytë në të njëjtën klasë. Dhe për ne duke interesant, Ganiu më i madh, Nazmiu më i vogël, shumë ambicioz. Djemë që dojnë me mësu, që dojnë me ditë dhe me arrit kulmet. Si duket e kom pas konkurent, kemi vizatu shumë bukur dhe dytë. Është ajo arti që e bartë njeriu në vete. Që nxënës kanë qenë 2 të shkëlqyshëm, Ganiu në lidhe edhe një konkurencë. Ato vajzat shoqet i klasës që kemi pas në fillore tonë, kemi pas edhe ka qenë një vajzë, tash një gru, simpati nga pak. Mirë po Ganiu ka pas simpati më shumë se ne, edhe në atë gjithë tjerë të këshushim si konkurent, dhe shim ku dul ky tash marë prej Rrugovës me na marë simpatin tonë. Kryen, dhe më thonë, 4 klasë, u kryet të vjeqarja. Tash, qka pas të vjeqarës? Edhe unë, po i thamë babë, se tash babë, unë do mu regjistru në shkollë të artit. Ha po pse? Tash valloj veç kom qefe, kom për shpirt pikturën e... O babë tha, nuk jetohet, tha, me shkollë të artit. Ganiu që është atë kohë ka tregu një afinitet për art, për kulturë, për muzikë, për këngë, edhe ka qenë i drejtuar në drejtim. Dhe me qenë se baba punonte në post, rrogat në atë kohë, posta i ka pas largë më të mira se sa fabrika tjera. Baba i neve në ka orientu që të shkojnë në shkollën mesme të telekomunikacionit, o qujt post telekomunikacionit në Beograd. Më bindi që të shkojmë në Beograd. Dhe kur kem shku në Beograd, banë me ndash, në atë dytë kem qenë shqiptar, e krejt shkolla, kanë qenë sërbë. Shtërësit e para kanë qenë, sa i përket njohjes e gjuhës, Ganiu ka qenë maj, kushtimisht ta quj maj zoti që ta akcepton gjuhën ma shpejt. Në Beograd ka qenë gjuhë e huaj, gjuha gjermane. Për mu krejtësisht e pa akceptueshme, po për Ganiun interesant,
atë shpejt e ka akceptuar atë sa që është befasuese se si me arrit për ato 3 vjet sa kem qenë, që ta flet rrjedhshëm gjuhën gjermane, e cila tash apo atëherë mund të shifet se shumë ju ka nevojit në jetë. Gana ka qenë kampion i qytetit Beogradit në mundje. Ganiu është kyç në seksionin e muzikës ku në atë kohë Beograd, unë kom qenë një befasor jo tjerë në koncert në shfaqjet që u mbajshin për në një ditë shkolla, për në një tjetër, Gana delke në bin edhe këndoj ke Shqip me Qiteli, sa që ajo vitet janë dhe thot 65-68, mund të llogaritni në midis Beogradit ai me Qiteli. E gjeta një fotografi ku kam qenë udhëhesi fotoklubit në shkollën e mesme në Beograd atëherë, që ma 1930. S'dia të kujtohet, ka qenë me 2 objektiva. Ka qenë me e madhe se kjo, edhe 2 objektiva. Me këte kam fotografuar atje. Megjithatë, e kryjm shkollën me sukses, domethënë të mirë, erdhëm në pej, filluam punën në post të punojmë të dytë. Kthimi im në post prap pas 53 vjetësh, ishte ndjenja të përzira, domethënë emocione nga gjithfare, se kur kom qenë atëherë, kom qenë çuniri. 18, 19, 20 vjeç, dhe tash po shkoj si djalë i ri, 75 vjeç, se ndërkohë i bënë 76, nuk ishte krejt thjesht. Mirdita juaj, oj Shqipe, a jeni mirë? Mirë, faleminderit Ju? ju. Pa një gjallë, morë Mirdita, një organi për demaj. Unë jam Mihone Hoxha e motra Bislim Hajs. Kem qenë familje post, baba është pensionua këtu. Nazmiu është mencionua këtu. Bukuria motra që përmendi kjo, ajo shkreta ka vdek, po dhe ajo ka punuar këtu. Edhe unë besoj një 4-5 vjetë atëherë kur mendoj që jam djali mirë, po di diçka e. Sigurisht. Po Vitet po ikin, Po ikin. jeta po vazhdon, Po ikin. kujtimet mbesin, të Po kanë ikin. ndru tash. po e shoh, krejt tjetër sistem. A guxoj për me hyja, po vesh një sy, mjalçu? Po, tutet. Bukur, kjo don mjeshtrit të veçantë. Do më thonë, nëse këtë e bën bukur, gjitha tjerët i ke mirë. Një kontakt i dobët këtu, nuk funksionon një linë jashtë. Ushtarë kam shku me 20 gusht 1970 në Beograd. Pra, shkollën e mesme e kisha kryer në Beograd, po më çu në shkollë për oficera rezervë. Me Ganeun jemi taku në vitet 70. Jam fatlume që jam taku me te. Kem pas një jetë shumë të mrekullueshme. E ka qenë shkollë të mesme të normales, atër është qytë shkolla normale, kom për profesionin e mësuesve. Lindi një farë simpatie, popullit i shkon shkrua, se kom bo derë të fort që duhet. Në muj, pa i bon 21 vjetë më martu, hej. Po burrat të 3 kanë kryu këtu. Roboda, për ata që janë të martu, e din që ka të më thonë me një grua 55 vjetë, na i kem bo 55 vjetë. Ganiu ka qenë vizionar, tuk e kem filluar punën, aja ka pa që diçka nuk po shkon. Nuk është ajo që ai e ka ndru. Edhe mbas një kohë, po thot valla, edhe mu pa ditë babaj këtë punë, valla,
Nas du me lëshu punë, që është më rëndon me lëshu punë. Edhe unë për e kam ajtës në të shkojmë jashtë. Kjo e dita anglishtën mirë, unë e disha gjermanishtë mirë. E kësha kryo në shkollë të mesme dhe edhe të sot e flasë e rrjedhshë. Po që së të rajoz apo më bjenë marë në Prishtinë, a me shku në Gjermani. Edhe me të orën ka ra me shku në Gjermani. Dhe gana shkoj. Edhe kem shku diku me 20 gusht 1972 për Gjermani. Unë u punësova atje edhe firma ku punoj, a ishte firma Akevart që merrej me prodhimin e fototeknikës, që zhvillonte teknikën e fotografisë. Me qenë se isha aty, mishte dhënë mundësia, mjetë e kishte teknikë posan, dhe e vrejtën edhe ata në firmë, aty kanë qenë diku rreth 8.000 punësor, dhe kom u thesh një disa vite fotoklubin e asaj firme. Ai edhe si ka dasht pak kohë derisa se kam mësuar gjuhën më mirë, ka punua si arsimtar për arsimin e të rriturve. Universiteti i Punëtorëve i Kosovës organizoi arsimin e të rriturve në botë. 85-67 u kërkua nga firma se ta çoj lloj kualifikimit lartë që ishte në rangun e inxhinierëve të raport. Ashtu që kam pas domethënë vend udhëhes, kam pas nxënësa gjerman që kanë krye praktike të unë, kam punua edhe si përkthyes gjyqësor disa vite. Recep Gjyko ka qujt një fukaron pej, ka pas një pamje interesante, karakteristike me një mjekër mërim. Dhe i kam pas fotografu atë, bile atë kam pas fotografu kur kam pas dhënë provimin për fotograf të baba i Shpresa Gashit, të Krist Gashit. Të aje kam dhënë unë provimin për fotograf. Dhe me atë fotografi kam konkuru në një ekspozit profesionale në München. Fakt. E kisha mundësin për mes firme, se si privat shans kisha pas, as me bisedu me organizatorët. Po për mes, nëse ishte firma, e kam shfrytzu rastin edhe për mes firmës, dhe çka me dëgju. Nga një vërdemaj, me qatë portret të Recep Gjyks e fiton vendin e parë. Dhe ju më ka shti tana me menu në lirë se pas ka diçka në mu. Do ta vazhdoj këtë punë. Klubi i parë i punëtorëve nga Kosova, rilindja u formua në Munich dhe i ka lokalet në ndërtesën e madhe të qendrës së klubeve punëtorore jugoslave. Ngushtë dhe atë e ndan me klubin e punëtorëve nga Maqedonia. 77-shin ishin disa klube jugoslave të formuar në München. Klubi Jugoslav, klubi Macedonëve, klubi Slovenëve. Gani, ju si kryetar i njëjtë prej klubeve më të mëdha në shtetë punëtorëve tonë në Gjermani, mund të thoni për obligimet që e merr mbi veti një klub me rastin e formimit dhe sa arrin ta kryejë detyrat funksion. Një klub i tillë dhe më në fund cili është qëllimi, funksioni, detyra, obligimi i një klubi të tillë. Realitet neve jem klubi i ri, të formuam ja tash një vjet e gjys, vetëm deri me tani ja kem arrit suksesit të bashkojmë gjithë bashkëtarët tanë këtu në München, me tubimet tona të cilat i kem pas deri me tani ku kanë marrë pjesë nga 700-800 e 1000 kosovarë, që do të thotë një sukses i jashtëzakonshëm për neve këtu. Hiç më pak se 400 gazeta në ditë kanë rrinë në tokë në Nenit, në për adresa, nuk kanë shku shqiptarëve rilindje. Zoni i Rinis u quhet jo zërë, ma vonë ka do zërë, zoni i Rinis, edhe ato ishin një numër i konsiderueshëm, tona pllakat gramofonit, se të folë po thëmë për i kohë të gurit, kur s'ka pas as videokaseta, as audiokaseta, po pllakat gramofonit. E kem pas bërë një televizion aty, një gramofon e do pllakat, i mërshëm kanë Kosova në eknine dhe u të bojshëm aty.
Po na e formum edhe në kodër të klubit e kem pas seksionin muzikor. Falni Hat Islamit, Ibrahim Kadriut, 17 palë rroba kombëtare i kem pas në Gjermani. Për mashkull. Kemi pas koreograf që shme thonë veçantë për ashtu nga natyra, se cili ka kontribu në formën e vetë, por e kemi pas ansamblin, edhe instrumentalistat, teshat kombëtare të gjithë, edhe unë e kam shotën, Vallën Shota, e kam lujt atje në stadion në Gjermani. Ishte senzacionale, vërtet. Kisha shumë gazetar, kisha bëjshim pyetje, ishte interesante se isha e veshur me tirë që me ples, do të si një mashkull, kështu ajo ju boni shumë për shtypje. Ishte diçka e veçantë. Dhe folshave të tha du mu këthy, më të qyq. Ku po dënë mu këthy? Po du mu këthy në Kosovë, qyq. Pse po këthejem, pse ka nevoj vajzat tona më rritë në Gjermani? Cila është nevoja që këto duhet më rritë në Gjermani, këshin lindat. Me shtyni diç që të bëj diçka të re. Ashtu që t'ju arsyetojmë shokëve të mi kur të kthehem këtu, mirë, pse shkove, pse u ktheve Xhbere. Ashtu që unë mund të them, kam shkuar si teknik, por mirë u ktheva si fotograf apo si teknik i fotografisë. Një lëmi e re. Njerëzit tan kanë mundësi të pafund që të mësojnë të shohin gjëra të reja atje dhe ato më vonë t'i binë në jetë në vendin tonë. Jo, çka me botë, me bon? Hope hapi një fotostudio. Ba tepër t'ja boj veti qefin. Quhem Gani i Bardemaj. Kjo më mundsoi kthimin tim pas në vendindje pas 11 viteve qëndrim në Munich të Gjermanisë Federale. Do makina i bleva me kredit, do të reja, do të bajt në plot 2 mauna, ju thonë këtu, teknik. Po në zhvillum punën as mirë, sa që pas një vitit muni me thonë, kem arrit me zhvillua fotografit kolor për kretë Kosovë, pjesë Shkupit, Tetovës, Trozhajës, Krushëmlis. Ardhja e tij në vitet 1983 në Kosovë nga Gjermania nënkupton në një farë mënyrë edhe organizimin dhe punën me fotografi, të cilët përmes studios e vet ka arritur që të krijojë diçka tjetër në krahasim me domethënë me këtë zanat apo më mirë të themi me këtë aktivitet që është mbajtur në këto vite në Kosovë. Kem qenë të pajisur maksimalisht sa i përket prodhimit fotografisë, na nuk kem pas jo. Normalisht si çdo qytetar ka pas nevojë gjithmonë me u fotografue për dokumente, për familje. Kështu që në kontaktin e parë kur kom pas rast të shkoj në Zyrë apo në vendi ku ka punu si fotograf, kam dëgjuar para se më shkua shumë fjalë të mira, si një ekspert i mirë, si një fotograf me teknologji që ka importuar, ka pruar nga Gjermania. Gania si fotograf shumë për kohën tonë të përgjithshme, fotografitë të dashurave i kemi quajtur fotografitë e Ganis. Se Gania ka dhe shisën e gjashtë që ato që ishe Gania në fotografi, pak fotograf mund të shohin ose njerëz mund të shohin, pra na edhe na zbukurën të na gurgullon të dhe tani edhe vojzave i pëlqeshëm me fotografitë e Ganis, se do këshin interesant ato. Dhe
Në pjesën e martesa, prap Gania ka qenë me fotografitë që na ka përcjell. Kishte njohuri shumë të mira për realizimin e fotografisë artistike, fotografisë që ka përmbajtje, që ka mesazh, edhe kjo veti e tij filloi të çmohet dhe të respektohet. Edhe për këto Ganiu ka vlerësime të shkëlqyera si mjeshtër i shkëlqyer i fotografisë artistike. Nisi më mdolë se unë edhe si fotografi mirë. Ganiu, prej atyre unë e kujtoj, ishte me plot temperament, me plot disponim, sa bisedonte me njerin, sa me tjetërin. Vazhdonte një, takoj me diken tjetër, vazhdonte ajo energji e tij. Të më marrë mendja se nuk isha i shfrytzuar vetë, aq sa mendojsha se mund t'jap më shumë, dhe me që u bë ligjërisht e mundur për me u regjistruar edhe firmat, u regjistrua si firmë e parë në Kosovë ndërmarrja filmike botuese mega medium, e cila na jep të shumë mundësi për punë të lloj-llojshme, jo vetëm me fotografi, si deri me ta. Një vatër e re dhe ngrohtë për të gjithë artistët. Për artistët e këngës, për artistët e fjalës, për botimet, për koncertet, për festivalet, dhe këtë medium e drejtonin Gani Berdemaj, Isa Qosja dhe Qemal Hasani. Megjithatë filluam punën që të tretë bashkë, dhe na ka shkuar puna shumë mirë. Në këtë periudhë fillojnë edhe pajtimet e gjaqeve që Ganiun e shohim shpesh edhe si bashk organizator të këtyre ngjarjeve që rrjedhin me kompetencë nga njerëz eminent të kësaj sfere, jo vetëm të kulturës, por edhe të pajtimeve të gjaqeve. Për pos tjera, unë mbyll dhe Radio Televizioni Prishtinës, unë mbyll fabrika kasetave, dhe për artistët, se unë isha pjesë e kësaj fushë, do i hap një derë, një port ku do të realizoshin ato këngë, ato programe, ato projekte që ne mendojshim me i realizu për mos këngës së shkurt të festës. Dhe për fat të mirë, Gani Berdemaj e hapi kompaninë Mega Medium, ishin ndër kompanitë të para, atëherë ato është leju dhe më thonë në private të më. Mirë po, ishë prap një problem se këngë të adekmi të shkurte, për mbajtje të aty në këngëve. Ishte pak edhe problem kush e merr guximin me editur, me realizu. Gania kishte, dhe për neve ishte shumë e mirë. Fillu me botum si punë të parë një audiokaset të shkurtë e Fejzës. Audiokaseta Qendro. Ajo ka qenë nga Qendro në Moske Frikë, se këtë jenë në Amerikë. Ajo kaset u shit aq mirë, vetëm Kosovë, Macedoni, janë shit diku 85-6.000 copë audiokaseta. Do më thënë një qarkullim shumë i madhë. Bashkëpunimi ynë më i madhë dhe që duhet të them bashkëpunimi historik karrierën time, ka qenë viti 1990. Edhe sot kur e shoh klipin e këngës Mbahun në mos ke frikë se ke djem në Amerikë, në thënë të drejtën edhe sot e një farë ftoftis. Ashtu e parashifte regjisori Isa Qosja, ishte entuziazmi, ishte dëshira e madhe për me realizu diçka që i hynë në shërbim këtij populli për rrethanat të cilat neve ishim. Na si artist nuk asnjëherë s'kena mujtë me pas një iniciativë me punua nëse nuk e ke pas një njeri të guximshëm që përkrahë dhe thjesht ta mundson me i realizu ato
këngët e tua. E këtë guxime ka pas Ganiu, Gani i Bërdemaj, i cili me Mega Mediumi na ofroi neve një ngrohtësi pune, sepse krijoi një ekip shumë të mirë, një ekip shumë profesionale. Dhe këto këngë që i realizuam për këtë kaset, pastaj i xhiruam edhe videoklipe, ishin ndoshta ndër videoklipet e para që u bën të këngës shqipe. Vitet 90-99 kanë qenë vitet realisht të shuarjes së institucioneve të shumta dhe mbajtja gjallë një shpresje, një jetë artistike ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme. Publiku ka qenë shumë i etur dhe natyrisht edhe ka qenë një gëzim i madh që të mirësh me organizimet e tilla. Si Mega Medium pa të menu, hajde të filloj me hek barierën në kulturë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Me Petrit Malej, që tash është ambasador këtu, isha njoftë përpara. Dhe u morën vesh me banua të e kishtë për fatë, e kishte një banesë më të madhe bashkë me babën e vetë, babën e kishte oficer ushtarak, dhe ato ditë kem nej, do më thonë, të Petriti. Erdhën në Tiranë bashkë me Iliu Shaqirin, me artistin ton të mrekullueshëm, dhe me regjisorin e madh të Kosovës, Isa Qose. Dhe misia erdhi natyrshëm në fakt. Misi, jo misi, por një vërtet, një vllazëri, e ndjem njëri tjetrin shumë të afërt. Operator në atë kohë ishte Bujar Kokunozi, një artist i mrekullueshëm, sepse bashkëpunimi i Mega Medium ishte me televizionin shqiptar dhe arritëm të realizojmë videoprojektin Kthehu. Mos hidh aku në flakë, kthehu. Mua më pëlqente këmbgulja e tij, më pëlqente ajo se çka ai donte të transmetonte, më pëlqente ndjesia e tij apo ndjenja e tij për Kosovën. Dhe gjithçka që ai donte ta shprehte në fushën artistike. Mrekullia u përsërit. Ne jemi prap në Kosovë. Pastaj, disi merr një vullnet tjetër për të filluar me organizu koncerte, të cilat realisht nuk ishin të lehta që të organizoheshin në atë periudhë kohore të rritjes së represionit gjithsesi në Kosovë. Si Mega Medium, diku 91, me thonë, 2, ka ardhë profesori Latif Berisha i Ndjerë, i Mitrovic. Tha, kam në audesh, tha me fillu me organizu jetën kulturore, se po na iki në rinia na shku në jashtë, s'po ndodhë kur gjanë, veç zgjë dhe gjanë. Po qka? Po me fillu me organizu koncerte, festivalit. Ganiu është si një organizator i devotshëm i çështjeve kulturore, natyrisht në baza institucionale të shqiptarëve të asaj periudhe. Ganiu arriti të organizojë një festival. Ishte festivali i parë i këngës shqiptare dhe ashtu quhej, festivali i këngës shqiptare. Dhe bashkoi të gjithë artistët e Kosovës, gjithë profesionistët e fushës së muzikës, duke përmendur me këtë rast Fari Beqirin, Koronën, Valton Beqirin, që bën gati një festival të mrekullueshëm që u mbajt në Pallatin e Rinisë, këtu në Prishtinë. Ku janë kompozuar këngë të reja, janë shpërndar orkestrimet, orkestruesve të ndryshme, po ka qenë koncert jo si sot që dalin TV prej kafës në TV, po ka qenë koncert i cili është shumë me orkestrime, me aranzhmane të themi, punu me këngë të reja dhe themi pësoj që kanë marrë pjesë të gjithë këngëtarët elitarë të kohës. Pra në koncertet e Ganiut kanë marrë pjesë nga Ile Shaqiri, Shkurte Feza, Shoreti Beluli, Nikol Prela, Dzeni, Mema Bazi, Mirje Broha, Nusret Mëqiqi, Merita Spahiu, po themi këtë ransha Violet Kuka i mos e harroj.
një festival i cili arrin në sallën e madhe të Pallatit të Sporteve këtu në Prishtinë të mbaj mbi 10.000 spektatorë, që ka qenë një kuriozitet i veçantë, por edhe me që kam qenë edhe pjesëmarrës në jetën, pjesëmarrës në këtë aktivitet, kanë qenë edhe një 5.000 të tjerë të cilët kanë kërkuar një bilet më tepër. Kishin vetë njerëz me bileta jashtë. Edhe atër kem thirë, ju kem thonë gjithë ata që i kanë biletat, le t'i ruajnë se mas 3 javë. I njëjti gjatë, me të gjithë këngëtarë që kanë qenë, është përsërit mas 3 javë. Në këtë periudhë, ai arrin që të organizoj akordet muzikore të Kosovës, faktikisht akordet e Kosovës, një festival me renome në Kosovë, por që nuk lejonin që ky aktivitet, apo më mirë me thonë, ky festival të mbahet në në Kosovë. Gjeturia e tij që të krijon një vazhdimsi të këtij festivali, unë mendoj se është një element i jashtëzakonshëm në këto kushte që të mbahet megjithatë një lloj aktiviteti kulturor, apo më mirë me thonë një vazhdimsi e kësaj natyre të këngës. Nuk e kem pas asnjë dështim, Çdo koncert që kem organizuar nëpër Kosovë, secili kanë qenë sallat plot. Nga xhamat e autobusit, shikimi dhe mendja tyre përkthjelin këtë tokën të ndaluar shqiptare. Disa ishin në Kosovë dhe herë të tjera, por brezi më i ri i këtyre njerëzve të artit për herë të parë gjendet në këtë shqetësim të quajtur Kosovë. Viti 1996 është në historinë e Kosovës dhe të Shqipërisë që mbahet mend. Në këtë vit, me angazhimin e drejt për drejt të Gani Bardemajt, si producent, si organizator, si njeri me ndikim, kishte ndikim, njohuri, kontakte, pikrisht kjo i ka ndihmu për të realizu, për me thirë në Kosovë ansamblin shtetëror të këngëve dhe vallëve të Shqipërisë. Nështë atë gjeneratët e reja nuk e din, sa ka qenë, në thonë, nështë edhe andër, me mendu që një ansambël i tillë mund të vijë lirshëm në Kosovë edhe të mbajë një koncert. Kjo në atë kohë ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme, jo e rëndom, jo do si do. Unë mbajnë mend edhe kam ende emocione për atë kohë. Dhe me siguri shumë qytetarë të Kosovës që jetojnë, kujtojnë me emocione të fuqishme prezantimin e ansamblit shtetëror të Shqipërisë një javë apo 10 ditë nëpër Kosovë. Zoti Gani, si arritët? Pas parasysh situatën mbarkombëtare, situatën veçantitë në Kosovë këtu. Pas parasysh mungesën e institucioneve, pas parasysh në këtë kohë të vështirë, kur në kulturën tonë kombëtare vërshoi kiçi, vërshuan të gjitha të këqijat. Mendova gjatë se çfarë mund të bëjmë që vërtet t'i ofrojmë diçka këtij popullit, diç atë që është me vlerë, diç atë që meriton ky popull. Rruga ishte e vështirë, por i ja dolim. Dhe ja tani ansambli kombëtar është në Kosovë dhe vetë prania opinionit tonë mendoj se flet çdo gjë për rezultatet tona. Ka pas një entuziazm tjetër, një vullnet tjetër lloj nga ky që ekziston tash. Gani Bardemaj e ka lexuar këtë lloj vullneti. Edhe ka dashur me regjistru. Unë e di se në këtë periudhë edhe çdo rrafje apo edhe çdo vdekje që ndodhte në Kosovë, e di që Këshilli për mbrojtjen edhe të drejtave të njerëzit, e di që i dërgonin
dhe i fotografonin qoftë rrahjet, qoftë edhe vdekjet. Kom pas marrëveshje atëherë. Ka qenë Bajram Kelmendi fillimisht aty, Zakaria Cona, e të tjerë, njerëzit që i rreke milicia e Serbisë, ata njerëz kryesisht i kanë prunë herë natën në studio me i fotografu, dikur jau bleva një fotoaparat, edhe jau dashurë, tash mos i bini njerëz me i maltretuna. Fotografoni ju, e bini filmin, është fillojmë na dhe jo japë fotografit, edhe ashtu është zhvillu ajo punë vite me radhë. Dokumentimi i ngjarjeve të tilla, domethënë të vrasjeve apo të rrahjeve, ka qenë natyrisht me rrezikshmëri të lartë, sepse regjimi serb nuk i ka dash dokumentet dhe nuk i ka dash dokumentimin e këtyre fakteve. Fikisht para vitit 1998-99 arrin që ta nxjerr nga kthetrat e Kosova filmit nën trysnin, domethënë okupuese që kanë ekzistuar, ta nxjerr duke bler filmin Rojet e mjegullt e Isa Qosjes dhe në këtë periudhë di që ka marrë pjesë në shumë festivale të ndryshme për ta mbajtur gjallë edhe këtë aktivitet kulturor. Është punë e madhe që ka bërë Gani Bardema që ka arrit me tërheq për Kosova filmit. Edhe me botë mundshme me pa botën atë kohë. Shpërndohet tani në për disa festivale të Evropës. Bile televizioni austriak e pat ble emitimin për 3 vjet. Es gibt keine Zeitungen, also die Rilindia der Tageszeitung. Es ist verboten, Fernseher in albanischer Sprache ist verboten. Në atë kohë, Jugoslavia, shqiptarëve, është të dashtë me ja ushtyp kulturën, me i azjasu si po, me thonë në atë kohë në televizion të Austrisë, se është po në krejtë botë, nuk ka qenë e lejë. Programi Serbomall mbi portretin e mbretërisë. Për këtë arsye Serbia edhe do t'i kthejë qëllimet e saj pushtuese drejt shqiptarëve dhe do t'i realizojë në dëm të tyre. Për qëllimet e saj pushtuese në kurrizet e popullit shqiptar, Serbia do të ketë edhe 2 aleat. Patëm botu edhe një libër, Populli ndaluar, të Recep Qosjes. E kem botu atë libër, kam do më thënë kopje. Kem bo shumë vepra që mbaj mend tash çka kem bo krejt, çka s'kem bo. Se sa një popull është i ngritur, se sa një popull është i civilizuar, mund të dihet vetëm sa është në gjendje t'i çmojë vlerat e vërteta njerëzore të cilat i kanë mesin e vet. Pas lufte është vazhduar puna e njëjtë, fotografit klientët i kem pas shumicën sa ata që kanë shpëtuar, domethënë se janë vrarë dhe shumë klientë tonë. Është zhvillua puna dhe kem punu deri me 2008. Falenderoj RTK-n, stafin organizativ, si edhe këta djemë që janë që 6 orë pas kamerave këtu. Kur është kry lufta, ai na ka ftu një pjesë të redaksisë që ka menuar që ka kryer redaksin. Skënder Bllokaj ka qenë kryeredaktor. Unë kam qenë redaktor i kulturës. Ka që pasë edhe tjerë që jemi mundu, e ka gjetë një dizajnator tjerë sa kanë shumë talentum, që ka bërë dhe flamurin e Kosovës, Trimi, Ibrahimi e Shëmtrimi, për me dizajnu maksimalisht bukur atë revistë. Dhe kam jaftu me pas veshëndorë kështu në atë revistë para, ata që kanë pa, dhe për njerë mas luftës ka dhanë një dimenzion me shumë peshë, edhe estetike, me shumë informacione mrena, me shumë
rubrika vërtet të thellume në secilin dimension që kemi trajtuar, nga politik, ekonomik, ndërkombëtar, deri te ai kulturor dhe sportiv. Një revistë e cila mjerisht nuk është mbajt gjatë që kishtë vi Kosovës të këshposa dhe sot. Me thonë me mujtë me bindë vetën që jam pensionu, është pak problem. Ky fardjallit pensioner se ka. Kryesisht mirë. Pa të lashë. Ende kur vi përpej prej të poshtës dolcit, e knejna, mu shknit, më hapën dhe marrë frujmë ma lirëshëm edhe ma mirë. Është shumë interesant, nuk e di pse. Kujni mërë ju fejon. Fejmë kërë sa vali. Unë më bje mirë që e kom shok edhe sot e kësa dite, një njeri të tillë, një shok, një mik, një adhëtar, si është nga një bërdele. I kem 4 fëmijë, është Arbnora, Leonora, Labinoti edhe Graniti. Jam e lumtur me ta, kam 2 nuse të mrekullueshme, kam Nipa Mbesa. Nipa Mbesa po dushin pak ma fort. Nuk përshkruhet. Babi gjëherë ka qenë një udhërëfys i Joni, dhe me thonë, shqyqyr që e kemi pas edhe e kemi. Shtëpia e babi është hala ajo ambienti ngrohtë ku mbledhemi krejt, motrat, vllazërit, tash edhe Nipa Mbesa. Edhe vazhdon me qenë shumë vend ku ka shumë harmoni, ku ka shumë dashni. Do më thonë këta janë mesat dhe librit ta, të cilët na kanë përtri jetën. Ka ai një arhiv që rrallë kush e ka, lidhe me këtë ngjarjet e asaj kohe, ku Ganiu ka kontribue pa lëshëm, pa shqyquar përfitim. Do t'i shfrytëzojnë sepse janë të mirë së ardhura, sepse edhe janë të incizuara mirë, por janë edhe të realizuara filmikisht mirë, që drojë që nuk i kanë institucionet as televizionet e tjera. Sepse njerëzit me përvoja i duhen kulturës në Kosovë për të kontribua edhe më. Jam shumë i gëzuar që akoma mbaj fotografitë e tij, që nuk janë vetëm të mia, po kisha thënë që evidentojnë një pjesë të historisë sonë, të mbijetesës artistike të asaj kohe. E kam çmuar dhe çmoj gjithmonë miqësinë me familjen i Bërtemaj si një pasuri të asaj se çka mua më ka lindur me shqiptarët e Kosovës, që më ka lidhur me shqiptarët e Kosovës dhe që vazhdon të më lidh edhe më tej. Veçantia tina na ka bo që shumë njerëz të jemi rreth tyje, shumë miqë, shumë dashamirë, ku me qef edhe me gëzim e presum, e ko edhe humorin e lezetshëm. Kënaqësi edhe për mu me pas dikon atë gjatë pjesë e jetës, pjesë e përditshmërisë time. Shoki! Përshëndes nga zemra. Paq shëndet, vazhdo t'jesh shembull i qëndresës, i rinis. Gane, kom jaran, kom shok, kom mik, krejt jetën të kom pas, ti ke qenë udhëzuesi im, ke qenë frymëzuesi im. Mendoj që secili fëmijë prindin e vetë e sheh si hero, po në rastin tim unë e kom pasur superhero. Shumë i mirë. Shumë jam falenderues edhe për gjitha ato që ka bo, edhe për mu, edhe për njerëz tjerë, edhe për familjen, edhe për shumë familje. Është një bëmers shumë i madh. Ka bo shumë, ka dhonë shumë. Historia kulturore në vendit, historia e bukurisë një popullit. Nuk mundet më shkru pak ta njerëz. Jetë gjatë të lumtur, sa ma shumë gjatë,
me ma dashurit të vetë. Edhe ashtu rrugova se jetojnë Edhe ashtu jetojnë. Ka 100 vjet.